Procesi i gjykatës së krimeve të rënda kundër kriminalit shqiptar të drogës, Franz Gargley, 33 vjeç, në Bruksel është pezulluar në mënyrë të papritur, jo për ndonjë gabim procedural dhe jo për shkak të një kërkese të avokatëve, por për një arsye të çuditshme. Prania e pleshtave në sallën e gjykatës. Rasti ka të bëjë me vrasjen brutale të Ardit Spahiut, e kryer më 27 nëntor 2021 në mes të ditës në rrugët e Brukselit. Sipas prokurorisë federale, kjo ishte një larje hesapesh mes dy klaneve mafioze dhe 7 persona po gjykohen aktualisht në ndërtesën Justicia, ish ndërtesë NATO-s në Evere. Sot gjatë seancës, një nga anëtarët e jurisë vuri re një morr shtrati në krah. Pas pushimit të drekës, kryetarja e trupit gjykues, gjyqtarja Isabel de Sedeler, vendosi të pezulloj procesin për 24 orë, në mënyrë që të merren masa të duhura për sigurinë e të gjithë të pranishmëve, tha ajo. Gjyqtarja theksoi se nuk dëshironte të rrezikonte as jurinë, as avokatët dhe as të pandehurit, ndërsa rekomandoi që rrobat të lahen në 60 gradë ose të vendosen në frigorifer. Situata është e komplikuar, sepse zhvendosja e procesit në një sallë tjetër është e pamundur. Sallat alternative janë ose të zëna ose me procese të tjera, ose të mbyllura për rikonstruksion, ose në gjendje të keqe. Përveç absurdësisë me pleshtin, ky proces përballet me sfida reale të drejtësisë. Pezullimi i gjyqit nuk është vetëm një çështje e jashtëzakonshme higjienike, por reflekton edhe vështirësitë e sistemit gjyqësor në menaxhimin e proceseve të ndërlikuara kriminale ndërkombëtare. Vrasja e Ardit Spahiut ishte e planifikuar dhe brutale, ndërsa procesi ka të bëjë me hetimin e lidhjeve mes dy klaneve mafioze dhe aktiviteteve të tyre kriminale. Sot ndonë se arsyeja e pezullimit duket absurde. Ajo nxjerr në pas sfidat e gjyqësorit në Ballkan dhe në Europë, ku jo vetëm ligjet, por edhe përballja me armiq të pazakontë si pleshtat e shtratit mund të ndërpresin një seancë të rëndësishme. Autoritetet gjyqësore po punojnë për të marrë masat e duhura për të vazhduar procesin, sa më shpejt të jetë e mundur, ndërsa publiku dhe familjet e të përfshirëve presin drejtësi. Kjo ngjarje do të mbahet mend jo vetëm për rëndësinë e saj ligjore, por edhe për mënyrën mjaft të pazakontë që një plesht mund të ndalojë një gjykim ndërkombëtar.